Duket se vitet nuk kanë asnjë efekt mbi Leonora Jakupin. Ajo vijon të jetë mjaft charmante dhe simpatike. Por ndjekësit e këngëtares shpesh e pyesin se kur do të vi dita që ajo do t'i prezantojë atyre partnerin. E me sa duket, Leonora ka zgjedhur një ditë të veçantë për të prezantuar partnerin e saj. Pikërisht për Shën Valentin, ajo postoi një foto dorë për dore me partnerin dhe me një tufë lule të dhuruara nga ai. Leonora i ka kthyer përgjigje të gjithë zërave kurështar se ajo bashkëjeton prej 15 vitesh dhe ndihet shumë e plotësuar shpirtërisht. Njeriu që ka në krah e bën shumë të lumtur. Burime pranë Leonorës bën me dije se ai është një biznesmen shumë i fuqishëm nga Kosova. Ai ka zgjedhur që t'i zgjerojë bizneset e tij edhe në disa qytete të Europës. Por pyetja që i bëhet më shpesh këngëtares është se kur ajo do të bëhet nën. Këtë herë Leonora, si rrallë herë, ka bërë një rrëfim të ndjerë dhe të sinqert. Ajo tha: "Ndoshta jo të gjithë e din, por unë kam një vajzë që ma ka mbushur i jetën plot. Unë i jam përkushtuar plotësisht asaj dhe investojmë shumë që ajo të jetë e lumtur. Edhe pse vajza që ma ka mbushur jetën dhe shpirtin është mbesa ime, dua t'ju them se e dua sikur të jetë fëmia im dhe për këtë nuk e ndjej shumë mungesën e fëmijës. Nëse Zoti mua dhe partnerit tim do na japë një fëmijë, sigurisht do të ndihem e lumtur, por e them me gjithë zemër se vajza e motrës është tamam si vajza ime, ajo ma ka mbushur shpirtin plot."